Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që prej kur i mori dhe për 4 vite timonin e Prishtinës. Mirë po përgjatë kësaj periudhe, përparim Rama ende nuk ka zgjedhur kabinetin e tij qeveritar. Ndonë se një gjë të tillë, ai është dashur të bëjë më vonë se 30 ditë që nga dhënia e betimit dhe marrja e mandatit si kryetar. Kështu parashihet në udhëzimin administrativ të publikuar edhe në gazetën zyrtare. Dëm të madh nga i gjithë ky proces po e shohin nga opozita në kryeqytet. Sot unë si asamblist nuk mundëm ose mundëm me ju drejtu me një email kujna do kur nuk the përgjigje, për arsye se asnjë drejtar nuk e nin vetëm si drejtar aty. Kto i ka marrë për grupeve të caktuara, për partisë opozitare, për PDK-s, Aleancës, Nismës, edhe tash kulaqen sun pedalin me ta. Kjo gjendje e krijuar sipas monitoruesit të punës së pushtetit lokal mund të jetë shkak i mospajtimeve mes partnerëve në koalicion. Kur bën koalicionet e tilla edhe kur ndërtohen ekipet, shpesh propozimet vijnë nga ekipet apo nga koalicionet. Shpesh herë këtu kanë shkaktuar çështje që nuk janë pajtuar mes partnerëve, duke sjellë emra të ndryshëm, por edhe që shpesh herë edhe kryetarët e komunave nuk pajtohen me propozimet që vijnë nga partnerët e tyre të koalicioneve me të cilën kanë arritur. Kurse sipas juristit Anton Rejsa, i ligjit thotë që kryetari duhet të formojë kabinetin e tij qeverisës për jo dhe të prezantojë atë para kuvendit komunal. Ai brenda një periudhe të caktuar do duhet që ta krijonte kabinetin qeverisës të tij në nivelin lokal në bazë të marrëveshjeve të qoftë me koalicion apo pa koalicion dhe prezantimi i kabinetit qeverisës nuk është sipas ligjit detyrim ose obligativ që të njëjtit të prezentohet edhe në kuvendin komunal sepse kompetencat janë të ndara. Për këtë çështje, TVN ka kontaktuar edhe komunën e Prishtinës për të marrë një përgjigje, por të njëjtit thanë se nuk ka ende asgjë zyrtare.